kur të vdesësh, të jesh i sigurt se dunjaja nuk do mërzitet për ty. Bota do vazhdojnë lëvizjen e vet. Vendin e punës ku ke punu do e merr dikush tjetër. Pasurinë tënde do e trashëgojnë trashëgimtarët, e ti do japsh llogari për te. Andaj, mos të jo me të mashtru pasuria jote, prejardhja jote, pozita jote, fëmijët e tu. Se e pavlerë është kjo dunja, kurse sa e madhe është ajo botë drejt së cilës jemi duke shku. Andaj, ti që je i gjallë tani, dije se mërzia për ty do jetë në 3 etapa. E para, ata që të njohin si përfaqësisht do thonë miskin, ingrati, Allah e mëshiroft. Që kaq? 2 shokët e ngushtë, miqt e tu, do mërziten disa orë, disa ditë, dhe pastaj do i kthejnë bisedave të rëndomta të zakonshme, bile edhe të qeshura të tyre. 3. Mërzia e thellë në shtëpi tek familja jote mund të vazhdojë 1 javë, 2, 1 muaj, 2, madje edhe 1 vit. E pastaj do të vendosin në arkivin e kujtimeve. Kaq. Përfundon tregimi yt në mesin e njerëzve dhe fillon tregimi yt i vërtet, tregimi i ahiretit. E le bukurin, e le shëndetin, e le familjen, e le pasurin, i le shtëpit, i le pallatet, e le ngrun, e mbetet me ty vetëm puna jote. E pyetja që parashohet tash është kjo. Çka ke përgatitur për varrin dhe ahiretin tënd prej tani? Kjo gjë është një e vërtet për të cilën duhet të mendojmë krejt në thellë. Andaj kujdesu për farzet, për nafilet, sadakate, fshehura, punët e mira, namazin e natës, sjelljen e mirë, me shpresë, ndoshta do të shpëtosh. Allahu thot përkujto, se përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Edhe një herë, ti jesh i sigurt se kur të vdesësh, dunjaja nuk do mërzitet për ty.